Vllaznia e futsallit sapo është kurorzuar kampione e Shqipërisë për herë të parë në historinë e futsallit shkodrane me presidentin e klubit Vllaznia të futsallit Fisnik Barbullushi. Urime. Faleminderit shumë. Gëzimi i veçantë patjetër. Patjetër, gëzim i veçantë edhe sepse jemi të parë në historinë e futsallit që e sjellim këtë kupë në Shkodër. Kështu që nuk di ka t'ja filloj me falenderimet. Fillimisht duhet falenderoj Zotin i herë që na bani të mujtur me mbrit këtë sukses. Duhet t'ja filloj falenderimet prej presidentit Vllaznisë Alban Qaferi, i cili ka qenë kumara e krijimit të këtij të futsal shkodrane. E du pastaj t'i marr nga profesor Bujra Celuve që para 3 vjetëve fillu me këtë projekt. E gjithë personat që kanë kontribuar që futsalin ta ngrejmë lart, që të mrim deri këtë ditë, duke nisë me çunat e ekipit sot, me Benin, me Tafilin, me gjithë. S'po i marr emër për emër, po këtë fitore, këtë kupë, veçanërisht unë sot ja dedikoj njerit Ermir Lera, i cili nuk është me ne, po ka kontribuar goxha për këtë kupë edhe për futsalin, edhe me këtë shej unë du që ta kujtojmë gjithmonë. Thash, është emocioni veçantë ta sjellën për herë të parë në Shkodër, kjo do të thotë që gjithë to çuna që kanë kontribuar emri i tyre do mahet mend si të parë që sjellën këtë kampionat. Ne duhet të vazhdojmë përpara. Tash u mbyll kupa e prumën në Shkodër, tash kemi Europën para dhe kemi disa projekte afatgjatë për futsalin shkodran. Çfarë tresh mund kemi për ballafaqimit evropiane? Do të ketë kjo skuadër apo do të ketë edhe përforcime? Atëherë baza e skuadrës është kjo. Unë du që t'i jap meritat maksimale të gjithëve që kanë kontribuar që me dalë kampion. Dhe me këtë gjë unë du t'i shpreh mirënjohjen që këto do jenë ato që do losin në Europë. Po atjetër që ndoshta mund të kemi afrime përforcime, po kjo i përket pastaj të ardhmës. Suksesit. Faleminderit edhe ju.